Të nërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në kjo është koha duke lutur Zotin që edhe kjo ditë për ditëve të muajit bekuar të Ramazanit ka qenë një ditë e bekat për gjithë ju dhe për gjithë besimtarët musliman. Ju ftoj të qëndrojmë së bashku për disa minuta në një temë e cila është e rëndësishme të ndalemi. Shpesh përmes garës për të fituar sa më tepër, asaj garës materiale ku është e lidhur me natyrën e njerëzit, harrojmë të kthehemi tek themelet e besimit ton, edhe ne që jemi agjërueshëm, edhe ne që besojmë. Prandaj sot do të ndalemi tek ato shtylla të rëndësishme të besimit, nga besimi në Zot tek pranimi i fatit, për t'i kuptuar dhe për t'i reflektuar në përditshmërinë tonë. Për të folur mbi këtë temë, ne do të kemi sot një bashkëbisedim me një nga figurat më të rëndësishme të mendimit dhe aktivizmit islam në Shqipëri, me miftiun e Shkodrës, zotin Muhamet Sytari. Nderuar, mirë se vini. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi për herë. Mifti, nëse flasim për besimin e cili kërkon një lloj dorësimi të plot, pra raporti me Zotin është një raport ku krijesa i dorëzohet plotësisht Zotit të tij dhe nuk kanë atë hamendësim. Ndërkohë ne jemi në një kohë, në një civilizim ku na fton vazhdimisht për skepticizëm, për dyshim, për pasiguri, si t'i bëjmë ballë kësaj sfide dhe si na ndihmon besimi në Zot për t'i rezistuar këtyre skepticizmave të panevojshme. Në krye të herës është me shumë vlerë dhe rëndësi që her pas here të tërheqin vëmendjen e besimtarëve, por jo vetëm, rreth faktit edhe mirësisë së madhe që kemi Zot. Edhe njeriu ka Zot, dhe njeriu nuk është krijesë e ardhur në këtë botë kështu vetvetiu, edhe në mënyrë të kotë. Ka Zot. Dhe kjo është esenca e gjithçkajet. Edhe elhamdulillah që ka Zot. Dhe me thanë, po një gjoja para disa ditësh një podcast me një mendimtar edhe studius shumë të afirmuar në Perëndim, doktor Jonathan Brown. E kemi pas për vizitë edhe në Shkodër, patjetër. Edhe ai kishte një bashkëbisedim me një gazetar edhe një mendimtar shumë të mirë në moshën e zotnistane, që është doktor Usama Gavoçi, edhe është djali i nipi i hoxhës tonë Bebi Suleiman Gavoçi. Edhe Jonathan Brown po thoshte që unë gjatë gjithë jetës sime nuk është se kam qenë ateist. Mirë, po kam pas një jetë si jeta e shumë të rive në Perëndim. Edhe në momentet të caktuara, kur doja të studioja për Islamin, hyra të studioj nga pikpamja e një njeriu që donte të gjente gabime dhe të meta edhe të tallesha tamam me Islamin. Pra skepticizmi ka qenë rruga që e çoi drejt Islamit. Patjetër. Mirë, po thotë në një moment të caktuar, megjithse unë nuk kam qenë ateist, thotë ndjova një siza hynor që më ftonte drejt besimit të vërtet. Edhe thotë një fjalë shumë të madhe ai. Thotë Zoti është e vërteta, të cilën njeriu është i ftuar ta kërkojë. Dhe një njeri që nuk kërkon për të vërtetën, në fakt është një njeri që e kalon jetën e tij në një humje shumë të madhe. Edhe nëse ai jeton në mirëqenie dhe në realitete që në pamje të parë duken të jashtëzakonshme, me kërku të vërtetën. Edhe Zoti është e vërteta më e madhe. Në fakt është shumë e rëndësishme i dashur që me bashkëbisedu her pas here me rinin ton, me grup mosha të ndryshme edhe me fol rreth kësaj teme. Që thotë se për mirësinë e Zotit në nesh, ne nuk jemi lanë vetëm në këtë botë. Dhe çdo njeri, sa do larg që të shkojë në mosbesimin e tij, për herë e ka një fije shprese. Nuk ka asnjë njeri në këtë botë, nga ma ateisti, nga ma dhe me thanë idhujtari, nga ma islamofobi, thuj që të dush në këtë kontekst, që sa do larg që të shkoj në përpjekjet e tij kundër besimit, kundër Zotit, kundër fesë, kundër Islamit, është e pamundun që në thellësinë e zemrës dhe shpirtit të tij të mos ketë një dritë shpresë dhe një mundësi për të kthyer. Ju e dini që unë kam studiuar në Damask të Sirisë, edhe për fatin tim të mirë, aso kohë, dietarët më të shuar të botës islame ndodheshin në Damask. Një ndër korifejt e lëmisë Akaidit, doktor Muhammed Said Ramadan al-Buti, ezheristi i famshëm,
edhe pedagogu i papërsëritshëm, autori i një prej kryeveprave të lëmisë së Akaidit, ishte në Damask edhe ne dëgjonim prej zotnisë së tij dhe mësonim prej tij. Sheikh Ahmed Keftaru, kryemeftiu i madh i Sirisë, ishte në Damask. Shumë thirrës të tjerë, po ndalem tek Sheikh Keftaru, i cili ka shëtit botën, gjithandej edhe është taku me personalitete dhe autoritete nga më të mëdha të botës, edhe nga pozita e tij si kryemefti i një vendi si Siria. Edhe çfarë thoshte Sheikhu Ahmed pas në shumë prej ligjëratave të tij. Thoshte që unë kam shëtit nga lindja në Perëndim dhe kam dialogu me njerëz nga më të ndryshmit dhe nuk kam gjetë njeri në të cilin nuk ka hajër, nuk ka të mirë. Që thotë si gjithmonë në zemrën edhe shpirtin e çdo njeriu, sado i lig që të na duket në pamje të parë, ka një fije shpresë dhe ka një rrezë drite. Pra natyra e tij e kupton që ka Zot. Pra është një qenie me qëllimshmëri, është një qenie me një, po themi, mision fisnik në jetën e kësaj bote, por duhet ta gjejë atë dhe ta jetësoj. Shpesh ky lloj skepticizmi dhe ky lloj ateizmi funksional, nëse mund të themi kështu, na kap dhe ne besimtarve. Pra besojmë nëse na pyet patjetër, ne kemi Zot, po jeta përditshmëria jon shpesh nuk i ngjan këtij aprovimi të madh. Si ta zbresim në përditshmërinë tonë, pra të ndalemi, është fjalë e madhe, kemi Zot. Shiko, kjo është pak a shumë me një fjalë që sahabët i thanë pejgamberit alayhi salatu wasalam. I thonin që kur jemi në praninë e zotnisë tane, duket si kur jemi në qiellin e 7, po e përpunoj paksa tekstin. Edhe duket sikur ne jemi si melekët apo me melekët në një botë nuranite, plot dritë dhe plot bekime. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë po thonë që kur dalim në jetën e përditshme, ndodh kjo që e përmende pak më përpara. Në fakt i dashur, ne jemi të ftuar në Kur'anin familjar drejt një urdhërese që shpesh herë neglizhojmë. Ku Zoti i Gjithësisë na thotë që o ju të cilët keni besu, kini frikë Allahun, edhe qëndroni me besnikët, me sinqertët, me besimtarët. Që do thotë shumë e rëndësishme. Shoqënia me të cilën ne kalojmë kohën, jetën, njerëzit që kemi përreth. Pra në përditshmërinë tonë, patjetër që gjithë secili për nesh kemi një kurb me ngritje uljet e veta. Asnjëri për nesh nuk jemi në një grad konstante të besimit dhe të përkushtimit. Ka momente që edhe lodhemi, edhe hutohemi, edhe neglizhojmë, edhe gabojmë, po ka momente që kemi nevojë për pak qetësi. Kemi nevojë për një mezhlis dhikri që i them shpesh herë djemve të ri, uluni në një cep aty të dhomës. Mbyllni syt edhe përkushtohuni Zotit edhe thirrni Zotin tuaj, sepse ju është dhënë mundësia për ta thirrë Zotin. Ti nuk ke nevojë për ndërmjetësinë e askujt. Ti si besimtar, po ti si njeri, kushdo qofsh. Musliman jo musliman. Ti nuk ke nevojë për ndërmjetësinë e askujt në botë, më thanë hoq hajde edhe qëndro pranë meje, ose ma jep dorën. Jo, ti nuk ke nevojë, sepse Zoti i Gjithësisë ka vendosur disa rregulla të shenjta në këtë univers. Dhe për rregullave të shenjta është edhe thirrja e tij që kur të pyesin robët e mi, nuk ka thënë kur të pyesin muslimanët, as kur të pyesin robët e mi, krejt jemi robë të Zotit. Kur të pyesin robët e mi për mua, unë jam afër. Unë jam afër. Që do thotë si Zoti don që ne me e thirr atë. Zoti don që ne me ju lut atij. Zoti don që ne me e kërku atë. Thotë në Kur'anin famlar, thirrni, lutmuni, edhe unë ju përgjigjem. Për çdo njeri i dashur në jetën e tij të përditshme, ka një moment dobësie. Edhe në atë moment kur ti mendon se krejt bota është kundër teje, edhe krejt hallet e botës të kanë kaplu, veç merr frym pa kthej dhe thuj o Zot. O Zot. Dhe me thanë, të bëj një shembull që është edhe paksa ma i thjesht edhe pa e krahasu Zotin me asgjë, sepse Zoti nuk krahasohet. Në një familje që ka disa fëmijë, njëri prej tyre është pak më rebel. Edhe rebelohet deri në atë gradë, deri në atë pikë sa që ik nga shtëpia. Edhe nuk komunikon as me prindin, as me baben, as me nanen, as me të tjerët. Mirë, po ky rebeli i dashur, vjen një moment
që ka dëshirë dhe të jepte pasunitë e krejt botës për të rikthy. Ka dyert që nuk hapen ma në këtë botë. Ka dyert në këtë botë që kur mbyllen nuk hapen ma. Dhe ka njerëz që kur dalin nga jeta e jon, gati nuk kthehen ma. Gjithsesi njeriu nuk thot kur. Por ka njerëz që kur dalin e prishin braven. Kryesisht njerëz kanë limite. Me Zotin e gjithësisë i dashur, sa do larg që njeriu të shkojë, e sa do prapësi që të baj, e sa do brava që të thyej, e sa do dyert që të prish, me Zotin e gjithësisë ka gjithmonë një moment pajtimi. Sa të ketë frym. Prandaj mirësia edhe bekimi i madh me të cilin ka ardhur Islami ndër njerëz është se i ka dhënë shpresë njeriut. Pra tek ne nuk ka pesimizëm. Kush të thotë që ty Zoti nuk të fal, nuk ka njëri të keq të pandrejshëm, në kuptimin të papendueshëm, Dhe nuk ka njeri që mund ta kenë marrë rrjedhët e jetës drejt mosbesimit, drejt afetarizmit, drejt prishjes së ekuilibrave me Zotin, nuk ka njeri të tillë që nëse merr vendim për të kthyer, ta gjejë derën e mbyllur. Asesi nuk ndodh. Dera e mëshirës së Allahut është për herë e hapun për këdo i dashur im. Edhe shembujt nga Kurani dhe nga jeta e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam dhe nga fjalët edhe mësimet e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam janë të panumërta. Po dhe në realitetin ton shqiptar ne kemi njerëz, duke qenë se kemi kaluar një komunizëm, po themi edhe një ateizëm të ashpër, kemi dëshmi të njerëzve të cilët dëshmojnë vetë se kanë qenë për atyre që kanë prishur ndoshta dhe minaret e xhamive, dhe Zoti ja ka hapur zemrën për të rikthyer dhe për t'i rindërtuar ndoshta dhe figurativisht ato minare. Pra edhe kur njeriu shkon kaq larg duke prishur minaren e xhamis, nëse Zoti jep jetë, ka mundësi që të kthehet sërish dhe ne kemi plot dëshmi në këtë realitet. Ma kujtove një rast në Arafat, në ditën e Arafatit, ishim në Haxh, po kur në vitet e hershme, kur Arafati nuk ishte sikur sa është sot, edhe kur ka pas një shije krejt tjetër, me ato çadrat, me ato shiltet. Me përgjegjësi më tepër, po me tjetër. Po ka kanë shumë ma e dashur, shumë e bekuar ka kanë. E rëndësishme. Një person që unë e njihja atë, nga Shkodra, nga qyteti im. Ishte në një cep aty të çadrës edhe qante. Burri më shumë. Edhe lutej me shumë kështu gati me denes. Edhe mas disa momentesh, mas ai qetësohet edhe rikthehet në natyrshmërinë e asaj dite, ai më afrohet edhe më kërkon një ner. Edhe neri ishte me bën një hatme Kuranit, domethënë me bën një dua hatme, tamam. Edhe i them patjetër. Thotë kam lexuar Kuranin tërësisht, plotësisht, edhe du që ta bëjmë një dua, apo du që zotnia jote me e bë duan. I them patjetër. Edhe e bajmë atë duan, edhe i prap kthehet duke qenë edhe ishte një moment shumë emocional edhe ke parasysh si është Arafati, krejt është emocion, është shpirt krejt është. Edhe në një moment unë e pyes atë edhe i them se si e shijove këtë edhe si e kalove këtë ditë, thot inshallah Zoti më fal. Po inshallah Zoti na fal se kjo është ditë e faljes. Thot po ti nuk e din në kohën time unë s'kam lënë gjë pa. Unë s'kam lënë gjë pa. I them ke pra njerëz? Jo thot. Ke fut njerëz në burgje? Jo, thot. Ke nda njerëz? Jo, thot. E i them tjerat janë shumë të leta. Tjerat janë shumë të leta. Po megjithatë atë e vrisën ndërgjegja, domethënë, për të kalumen. Mirë po ka qenë një moment shumë i bukur edhe nuk e harroj atë zotnin. Edhe për herë përmendi për mirë, po sa ka si ai zotni? E sa ka gra zojat në Rume sot që janë udhëzuar në besim, që kanë pas një të kalume, të caktume. I dashur, e mira e Islamit është se nuk gjurmon tek gjunahet dhe gabimet e tjerëve. Islami të hap derën dhe nuk thot si ishe, po thot mirë se ke ardhur. Pra nuk ka biografi me njollë, nuk ka biografi me njollë në Islam. Jo, në Islam ka mirë se ke ardhur. Ndonjëherë këta din të kthehen dhe më fuqishëm sepse e kanë provuar ndoshta të keqen, e kanë përjetuar shumë thellë dhe e përjetojnë shumë mirë dhe udhëzimin. Ka dy gjëra. E para, në Islam ka mirë se erdhe në vendin më të mirë erdhe. Gati si mikpritja që i bajnë pejgamberit alayhi salatu wasallam në natën e Miraxhit, kur në çdo derë prej dyrëve të qiejve
thuhet meleku që e thot mirë se ke ardhur në vendin më të mirë ke ardhur. E kështu i thuhet edhe çdo kujt që vjen në Islam, por nuk i thuhet se kush ki kenti edhe na trego pak biografinë. Jo, nuk ka biografi të zezë në Islam. Në Islam ka njeriu është i mirëpritun, është i mirë se ardhun, edhe ajo çfarë ka qenë mes ti edhe të kalumes është mes ti edhe Zotit të ti. Dhe ne përkundërzi jemi të ftuar që edhe nëse diktojmë një të keqe në realitetet tona, jemi të ftuar për ta mbuluar atë. Pejgamberi alayhi sallam thotë që ai që e mbulon një besimtar, e mbulon Allahun këtë botë edhe në jetën e përteme. Shumë e qartë është. Inkurajuese. E dyta është ajo fjalë e madhe e pejgamberit alayhi sallam që më të mirët për jush në periudhën e pre-islamit, ashtu jahiliet, janë më të mirët tuaj edhe në islam nëse e kuptojnë drejt fen. Ç'do të thotë? Pra nëse e kuptojnë drejt se ku kanë ardhur, edhe ku janë, edhe e kuptojnë drejtësinë e islamit, edhe bot kuptimin e vërtet të islamit, me atë çfarë janë të aftë për të bërë, siç kanë qenë më të mirët e më të aftë dikur, janë sërish më të mirë dhe më të aftë në mesin tonë. Ju thatë se çdo kush mund ta losë Zotin vetë dhe do ta gjejë derën e tij të hapur pavarësisht sa larg ka shkuar. Absolut. Po ndërkohë përveç thirrjeve që ndonjëherë ne shpesh harrojmë t'i bëjmë, Zoti na fton çdo ditë. Pra na fton me muajin e Ramazanit, na fton me thirrjen e ezanit, na fton me kohën e haxhit, edhe duket sikur ndonjëherë dhe i kthejmë shpinën kësaj ftese dhe kësaj thirrje. Si duhet t'i përgjigjemi ftesës dhe thirrjes së vazhdueshme që Zoti përmes stacioneve të begative të ndryshme na fton për tek udhëzimi dhe tek mirësia e tij. Çdo njeri i dashur në momentin që hap syt në mes, është një sinjal nga Zoti gjithësisë që i thotë o filani, un prap të dhash jetën, un prap ta ktheva jetën. Sepse në momentin që shtrihemi për të pushuar dhe për të fjetë, gjumi është i çuditshëm, ka njerëz që nuk zgjohen më prej gjumit. Për në momentin që unë edhe ti edhe të tjerë zgjohen, do thotë kjo është një sinjal nga Zoti që unë prap të dhash një mundësi, do t'i prap largohesh, e habitshme. Ty të rreh zemra çdo ditë, ti sheh çdo ditë, ti ndëgjon çdo ditë, ty të funksionon trupi në mënyrë të mrekullueshme çdo ditë. Nëse flasim jam i sigurt që nuk do të mundemi të trajtojmë të gjitha shtyllat e besimit për shkak të minutazhit, po të ndalemi tek pjesa e profetit Muhammed alayhis salam dhe gjithë vargut të profetëve, si një prej shtyllave të besimit. Pra besimi nuk është thjesht ndjenjë, thjesht përjetim, po është dhe jetësim. Pra ne kemi një traditë konkrete nga jeta e profetit Muhammed alayhis salam, se si ta adhurojmë Zotin, se si t'i lutemi atij, se si ta jetojmë edhe jetën në mënyrën sa më të shëndetshme. Si duhet të jetë, po themi, modeli profetit Muhammed alayhis salam në vetet tona, në familjet tona, në shoqëritë tona. I dashur, unë edhe ju në këto momente jemi ul mi karriga që kanë 4 kam. Nëse njërin për këtyre kamve e presim apo çalon, ne nuk do të rrim komod. Shumë e thjeshtë. Allahu Azza wa Jalla na tregon në Kur'anin famullar një ajet kuranor që gati e lexojmë për çdo natë në namazin e yatsis. Dy ajetet e fundit të surës Al-Baqara, që pejgamberi alayhi salatu wasallam madje na udhëzon që ta mbyllim ditën me leximin e tyre. Edhe ka një mësim shumë të madh aty, kur thotë kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Pra të gjithë pejgamberët e mëparshëm dhe kështu thuj besimtarët janë të ftuar për të besuar në Allahun, në melekët e tij, në të dërguarit e tij, në librat. Që thotë se feja ose shtyllat e besimit janë një ligj hynor drejt të cilit Zoti i gjithësisë na fton që besimi të jetë në atë gradë sa njeriu të bashkëtojë në komoditet të plot me besimin në Zotin dhe të vesh petkun e besimit për të njeriu mëkams. Atë që Zoti ka kriju për të ndërtuar jetën mbi baza të një vullnetit të caktuar të Zotit të gjithësisë. Dhe natyrshëm që besimi në të dërguarit të Zotit është një ndër themelet kryesore të besimit tek ne në Islam. Vula e dërguarve të Allahut Azza wa Jalla është Hazreti Muhamedi alayhis salam, për të cilin lajmëronte me të madhe vllau i tij, Hazreti Isa alayhis salam,
kur i thoshte dishepujve, havaritëve të tij, 5 shekuj më përpara, 5 shekuj para se të vinte i dërguari i Allahut, Hazreti Muhamedi, i thoshte që unë po ju la amanet, edhe po ju kujtoj se pas me do të vijë një i dërguar, emri i cili do të jetë Ahmed Muhammed, i njëjti emër është. Mirë po kur ai erdhi thot, shumë prej tyre nuk e besuan. Kjo është problemi i besimit në çdo kohë, njerëz që besojnë dhe njerëz që nuk besojnë. Mirë po të vim tek thelbi i asaj që ju pyetni me të drejtë, si me e një dhe si me e jetu dhe si me e vendos jetën tonë në shinat e këtij besimi në dërguarin e Allahut. Ka një mirësi shumë të madhe i dashur që Zoti i gjithësisë e ka bë pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe të gjithë pejgamberët e tjerë janë pjesë e racës njerëzore. Pejgamberët nuk janë melek, nuk janë krijesa jashtë racës njerëzore, janë njerëz sikurse ne. Han, pinë, shkojnë, vinë, martohen, domethënë kanë jetë si krejt njerëzit. I ka veçuar Zoti me thirrjen hynore dhe i ka bërë shembulltyra për të tjerët. Që do të thotë, dhe po i referohemi pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, e ka bërë shembulltyr sepse është më i përkryeri i racës njerëzore. Si me e kuptu këtë? Shumë thjesht. Në një klasë me nxënës ka gjithmonë një që është më i dallumi të gjithëve. Në një shkollë ka një ekip që janë ajka e nxënësve të shkollës. Mirë po, gjithë secili prej tyre ka disa veçori ndryshe për të tjerëve. Për shembull, njëri është më i edukuar se sa të tjerët. Tjetri është më i sjellshëm se sa krejt grupi i elitës së shkollës. Por njëri është më genial në fushën e letërsisë, tjetri është në matematikë, e tjetri në fizikë e kështu me radhë. Njëri është shumë i mirë, shumë i edukuar me nota shumë të mira, por në lanën e muzikës fjallabie ka një za bylbyl, shumë e drejtë. Kur vim dhe ulim këtë dhe e parafrojmë me besimin në të dërguarit të Zotit dhe e vendosim në kallëpët e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, duhet me kuptu dhe me besu dhe me nu, dhe duke pa argumentet se ma i kompletumi dhe që i ka të gjitha cilësitë e elitave të shkrimen në personalitetin e tij është Hazreti Muhamedi alayhi salam. Dhe këtë e thot Kurani, e thot pejgamberi për veten e tij, unë po nisi prej dikun tjetër. E thot Dr. Michael Hart. Dr. Michael Hart, një studius amerikan, ka ba një libër dhe e ka titulluar 100 të parët. 100 të parët. Edhe ka shkruar për personalitete nga më të shumë të historisë së njerëzimit. Prej atyre fetar, jo fetar, politikan, edhe ka thuj emra pa fund aty. Aty është edhe Hazreti Isa alayhi salam ose Jezus që e thot ai. Aty është edhe Buda. Aty është edhe Shën Filani, Shën Fisteku, prej shenjtërve të ndryshëm të historisë së krishterimit. Po aty ka dhe shumë personalitete të politikës. Pra njerëz më influencë, po themi. Po tjetër njerëz që janë histori njerëzore. Pra që ky zotni mendon edhe vërteton se janë ajka e njerëzimit. Dhe këtë ajkën e njerëzimit, këto 100 që janë ajka e njerëzimit në këndvështrimin edhe në studimin e tij, ky i vendos në një peshore dhe thot do t'i jap secilit një numër. Se këto 100 nuk janë të gjithë numër 1. Dhe fillon prej 100, 99, 98 edhe ngjitet deri tek numri 1. Numri 1 kush është? Është Hazreti Muhamedi alayhi salam. Është Muhamedi alayhi salam, i dërguari i Allahut. Fa nëse tek njerëzit që mendojnë drejt edhe studiojnë si duhet, edhe kanë një laborator mendimi që i shërben për të nxjerrë në pa të vërteta që shpesh herë na duken të pa kapshme, e na duken të pa arrira. Nëse ky soi njeriu nxjerr këtë konkluzion, imagjino se çfarë mund të lexojmë pastaj në tekstet fetare. Për çdo kush që do jetë objektiv dhe i çiltër do dalë tek modeli profetit Muhammed. Pastaj një koment thot unë ribotova librin sepse kam patur po themi hamendësime për vende të ndryshme, po për të parë kam qenë absolutisht ka bërë diferencë të jashtëzakonshme. Dhe jo vetëm Michael Hart i dashton, po ka edhe shumë pas tij, edhe në ditët e sotme, edhe në harkun e këtij shekullit
të fundit, po thonë këtë kohor të 100 viteve nga dita e sotme, që patjetër kanë një vlerësim maksimal për personalitetin e dërguarit të Allahut Hazreti Muhamedit alayhis salam. Ti do të thosh pse? Ka një pyetje pse? A ndoshta për t'i bë qefin disa princerve arab dhe për të marrë të holla për shembull? Jo. Për t'i bën qefin muslimanëve anë mban botës? Jo. Se gati muslimanët e sotëm janë njerëzit më larg modelit të Hazreti Muhamedit alayhis salam. Dhe me thanë, unë gati besoj, siç e thotë edhe dikush tjetër prej studiuesve perëndimor, edhe me siguri ju e keni lexuar këtë, që unë lexova për Islamin, pastaj vizitova një prej vendeve islame, dhe thotë e falenderoj Allahun që e njoha Islamin nëpërmjet leximit dhe jo nëpërmjet vizitës në X vend apo në X vende arabe dhe islame. Sepse po të kishte qenë për pjesën e dytë, unë do të kisha dalë nga feja ose do të kisha qëndruar më larg fesë. Do të kisha qëndruar më larg islamit. Dhe më thënë, po tjetë për sjelljen e shumë prej muslimanëve të botës sot, nuk kanë asnjë lidhje me islamin, as me shembullin e dërguarit të Allahut. E ka bërë Zoti pejgamberin alayhi salatu wasallam i dashur shembulltyr. Dhe e veçanta pejgamberit ton, e dërguarit të Allahut Muhamedit alayhis salam, është shembull praktik. Pejgamberi flet, por flet pak. Madje prej mrekullive të tij është aftësia për të thënë shumë me fjalë pak. Madje e thotë atë më ka dhënë Zoti këtë aftësi. Më ka dhënë Zoti. Normale. Mirë, po ajo që pejgamberi din me bë më së miri për te fjalës së duhun, në formën e duhun dhe në vendin e duhun, është shembulli praktik. Është i jashtëzakonshëm. Është i jashtëzakonshëm. Prandaj ti kënaqesh edhe mushesh me dashni dhe mushesh me një lloj emocioni që nuk e has askund tjetër kur lexon për jetën e dërguarit të Allahut. Është i jashtëzakonshëm, vëlla, e don me zemër, sepse shembulli i tij, mënyra se si sillet me çdo njeri, musliman, jo musliman, me të madhin, me të voglin, por deri me kafshën, po me natyrën, është e jashtëzakonshme, të bën me zori me e dashtë. Kësaj, them se është një mirësi shumë e madhe nga Zoti i gjithësisë, i cili na urdhnon edhe na porosit në Kur'anin famëlar, që sa herë ne ndoshta me mendjen tonë edhe me ato përfytyrimet tona, me leximet tona, mundohemi të shkojmë sa djathtas majtas, nuk ka si shembulli i pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Pik. Dhe Allahu azza wa jalla thotë që ju keni shembullin më të përkryer në dërguarin e Allahut. Ato duhet që në këtë Ramazan prej lutjeve dhe prej duave tona të jetë edhe që Zoti të na mundsoj të jemi në shembullin e tij dhe ta jetësojmë më tepër këtë model, sepse po konstatojmë që jemi larg këtij modeli dhe pikërisht për këtë arsye këtu burojnë dhe shumë nga problemet tona individuale po dhe shoqërore me sa duket. Nëse ne dëshirojmë që të dalim nga rutinat ku jemi të përfshijmë, edhe dëshirojmë të lartësohemi dhe të arrijmë në gradet më të larta të dëshmorit si njerëz elitar, patjetër që duhet me bë këtë dua, patjetër. Bile jo thjesht në duan e iftarit, po kjo duhet të jetë në duat e praksyfyrit, me kryer në sejdë, në namazet e natës. Ju falenderoj shumë për këtë bisedë, për këto këshilla, për këto orientime dhe për këtë përfundim me cilën dolëm, i cili do duhet që ndoshta ta marrim si këshill praktike për t'u afruar më tepër me shembullin e profetit Muhamedit alayhis salam, si individ dhe si shoqëri. Zoti shpërblet. Shumë faleminderit edhe ju dëshiroj çdo të mirë ju dhe kret atyre që na ndjekin. Faleminderit shumë. Miq, këtu e mbyllim edhe këtë takim të sotëm, ishim me Miftiun e Shkodrës, zotin Muhamet Sytari, ku folëm pikërisht mbi folëm shumë pak nga ajo që kishim programuar, kishim menduar të flisim për shtyllat e besimit, po na mjaftoi një prej cilësive, një prej shtyllave të rëndësishme që është besimi në Zot dhe natyrisht nuk mundëm që ta shtërrim të gjithën, por përfundimi ishte se sa më afër modelit profetit Muhamedit alayhis salam, sa më afër mësimeve të tij, aq më ndryshe do të jetë besimi jon, jeta jon dhe shoqëria jon. Unë falenderoj që na ndoqët dhe mirë takofsh.